Mirë se vini në këtë analizë të thellë dhe, me thënë të drejtën, jashtëzakonisht frymëzuese. Sot po futemi direkt në një temë që prekim të gjithë, transformimi përmes takimit me hyjnoren dhe fuqia e shërimit të vërtet. Nuk po flasim thjesht për histori të lashta gjeografike, por për gjetjen e asaj lirie të plot dhe ndjesisë të qenit i falur që të gjithë e kërkojmë thellë. Është një model i jashtëzakonshëm i hirit në veprim. Por para se të shkojmë te historitë konkrete, lind natyrshëm një pyetje shumë e madhe. Pse shpirti njerëzor ka kaq shumë etje? Është një pyetje vërtet e thellë, apo jo? Ne vazhdimisht kërkojmë të mbushemi me gjëra kalimtare, mbase me pak sukses, pak status apo marrëdhënie sipërfaqësore, por ajo zbrastia aty brenda thjesht mbetet. Le ta përdorim këtë hapësirë sot pikërisht për të reflektuar mbi këtë etje që duket se na bashkon të gjithëve si njerëz. Seksioni i parë, etja e shpirtit njerëzor. Okej, le të zhytemi pak në këtë. Të gjithë e dim atë ndjesin kur thellë brenda nesh mungon diçka, sado që përpiqemi ta injorojmë. Në botën e lashtë, uji fizik ishte fjellërisht çështje jete a vdekje. Dhe ja ku na vjen ky tekst nga Gjoni, kapitulli 4, që sjell një shtyllë themelore tronditse. Kush pi nga ky ujë do të ketë përsëri etje, por kush pi nga uji që unë do t'i jap, nuk do të ketë më kurrë etje. Pra, uji zakonshëm na mban gjallë sot për sot, por këtu bëhet fjalë për një lloj uji shpirtëror që i shuan etjen e shpirtit një herë për gjithmonë. Por ta kuptuar më qartë këtë, imagjinoni pak një enë balte të thyer. Është si një copës qeramike e plasaritur që thjesht nuk ban dot asgjë. Sado gëzim apo sukses të përpiqemi të hedhim aty, ai thjesht rrjedh jashtë. Shërimi hyjnor, në fakt, nuk është të hedhësh më shumë ujë në një enë të thyer. Është restaurimi i vetë enës, është mbyllja e atyre krisjeve dhe ribashkimi i atyre copave në një të tërë. Seksioni i dytë, gruaja te pusi. Kjo është fiks pika ku hiri takon realitetin ton më të papërpunuar. Kemi të bëjmë një grua samaritane që mbarte një histori vërtet të thyer. Marrëdhënie të ndërlikuara, dhimbje, gjykime nga shoqëria dhe thellë një zemër që lutej dëshpërimisht për pranim. Dhe çfarë bën Jezusi kur e takon? Kjo është absolutisht e mrekullueshme. Ai nuk e gjykon, as pak. Ndërkohë që të tjerët as nuk i flisnin, ai e takon fiks aty ku është dhe i ofron një bisedë transformuese, pa kërkuar që ajo të rregullojë veten më parë. Dhe shihni çfarë kontrasti jep ky moment? Është transformimi më rrënjësor i mundshëm. Kalohet nga një jetë ku mbizotronte turpi, fshehja nga njerëzit dhe izolimi total, në një guxim të jashtëzakonshëm. Teksti na tregon se ajo fjalërisht la pas enën e saj, enën e ujit fizik, dhe u kthye në qytet si një dëshmi e gjallë. U bë një njeri me mision. Ajo vërtet e gjeti atë ujin e gjallë. Pjesa e tretë, liria e Marisë Magdalen. Tani, le të shkojmë akoma më thellë në atë që do të thotë vërtet të jesh i lirë, sidomos kur gjendesh në thellësitë më të errta të vuajtjes. Te Luka kapitulli 8, lexojmë një detaj që të ngjeth mishin. Maria, e quajtur Magdalena, nga e cila kishin dalë 7 demon. Kjo nuk është thjesht një ditë e keqe. Kjo flet për një errësirë shpirtërore të paimagjinueshme, flet për një identitet të shtypur nga forca që ajo as nuk i kontrollonte dot. Por shikoni këtë tabel dhe kontrastin marramendës. Është fjalërisht si nata me ditën. Para Jezusit kemi këtë errësirë absolute dhe një identitet thellësisht të plagosur. Pas tij, një person i çliruar plotësisht, i shëruar që merr një jetë të re. Dhe sekreti këtu është ky. Jezusi nuk i shmanget atyre plagëve të frikshme. Ai shkon drejt në rrjenjtë e errësirës dhe e dobon atë përfundimisht. Seksioni i 4, falja që rikthen dinjitetin. Pra, pika thelbësore që duhet kuptojmë nga gjithë kjo është vetë koncepti i faljes. Nuk po flasim për dikë që thjesht mbyll njërin sy apo harron gabimet e së shkuarës. Jo, falja hyjnore është restaurimi i plotë i personit. Është të marrësh dikë që ndihet pa vlerë dhe t'i rikthesh mbrapsht dinjitetin e vjedhur. Është ta ngresh ato individ nga pluhuri drejt një jete plot nder. Për ta mbështetur këtë, kemi një nga vargjet më të bukura te Luka 7 që thotë: "Asaj ju falen mëkatet e shumta, sepse deshi shumë." Kjo na provon se sa të pandashme janë dashuria e thellë dhe falja e plotë. Kur dikujt i jepet një falje kaq masive dhe radikale, i vetmi reagimi natyrshëm është një dashuri dhe mirënjohje po aq masive. Dhe imagjinoni pak efektin e këtij niveli falje kur bëhet realitet. Ajo fjalërisht e zhduk turpin nga sistemi ynë. Shëron ato plagë që ndoshta i kemi mbajtur hapur prej vitesh të tëra, dhe rikthimi i dinjitetit njerëzor është total. Pas kësaj, një njeri nuk identifikohet më kur nga dështimet e veta.
Kjo është fuqia e vërtet. Seksioni i 5. Nga dhimbja në dëshmi. Tani, mbetet kjo pyetje. Çfarë ndodh me gjitha të dhimbjet kaluar? Përgjigja gjendet e kjo analogjie mrekullueshme nga plaga të shenja. Një plagë e hapur, dhemb, rrjedh, dhe ne zakonisht duam ta fshejmë ato. Por kur hiri hyjnore shëron, ajo plagë kthehet në një shenjë. Dhe dini çfarë? Shenja nuk dhem më. Ajo mbetet aty thjesht një provë kokfort që ne mbijetuam. Dhimbja jon nuk shihet sikur të mos kishte ekzistuar kurrë, por transformohet fjalërisht në një histori shprese për të tjerët. Le të shohim se si funksionon ky reakcion zinxhir fantastik. Hapi i parë, Jezusi i takon njerëzit aty ku janë, në mes të kaosit të tyre. Hapi i dytë, falja absolute që sjell liri të menjëhershme. Hapi i tretë, kjo liri nuk i lë bosh, por u jep një identitet krejtësisht të ri. Dhe hapi i fundit, ai më jashtëzakonshmi. Ajo dhimbja e vjetër bëj dëshmia jon më e madhe. Është një sekuencë që asgjë nuk e ndal dot. Të gjitha këto zbulime kulmojnë me këtë të vërtet triumfuese të 2 Korintasve. Nëse dikush është në Krishtin, është krijesë e re. Lexojeni këtë me shumë kujdes. Nuk thot që u bëm një version i përmirësuar i vetes son të vjetër. Thot krijesë e re, është një jetë tërësisht e shkëputur nga zinxhirët dhe bagazhi i rënd i së shkuarës. Është padyshim emocionuese të ecësh në këtë rrugtim. Kalimi nga një gjendje totalisht e thyer në shërim të plot, nga thellësitë e atij turpi të gërryes në lartësinë e dinjitetit të vërtet njerëzor, dhe nga errësira absolute në një dritë të mbushur me qëllime shpresë. Është fitoria më epike mbi çdo gjë që dikur tentoi të na mbante poshtë. Çfarë udhëtimi monumental! Dhe duke mbyllur këtë analizë të shërimit, na mbetet një pyetje vërtet provokuese për të menduar secili nga ne. A do të lejojmë që e kaluara, me të gjitha dështimet e saj, të vazhdojë të diktojë se kush jemi, apo do ta lëm këtë hir të jashtëzakonshëm ta kthejë atë histori në një dëshmi të fuqishme të transformimi? Zgjedhja është aty, e hapur dhe e mundur. Faleminderit pafundësisht që u bashkuat me mua në këtë reflektim të thellë sot. Të gjitha të mirat.